Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve në Fokus, do të jemi së bashku fillimisht me titujt kryesor. Rasti i rënd në Savrov të Suharekës, familjes Rudaj i digjet shtëpia gjersa përpjekjet për shuarjen e zjarrit vazhduan edhe sot. Banorët e saj thonë se shkak i flakëve ishte një shtyllë elektrike. Madje nga rryma atyre vite më parë ju vdiq edhe i biri. KEC paralajmëron verifikim të rastit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dorëzon në kushtetuese kërkesën për vlerësimin e propozimit për formimin e komisionit për votim të fshehtë në kuvende. Lidhja Demokratike e Kosovës dorëzoi kërkesën në ZRE rreth çmimit të rrymës, kërkojnë anulimin e vendimit. Taulant Kurti, vëllai kryeministrit në detyrë Albin Kurti, është avancuar në pozitë brenda korporatës energjetike të Kosovës, por nga kjo ndërmarrje thonë se ai ishte i punësuar qysh në vitin 2007, gjërsa avancimi ndodhi në vitin 2020, por edhe në këtë vit Albin Kurti ishte në ekzekutiv. Pas dështimeve për konstituimin e kuvendit, presidentja Vjosa Osmani fton liderët e partive në takim. Pjesëmarrjen e konfirmojnë Krasniqi PDK-s, Abdi Gjiku i LDK-s dhe Haradinaj i AK-s, gjërsa Kuinti dhe BE-ja te zyra e Kurtit kërkuan formimin e qeverisë së re sa më parë. Komisioni i zgjedhjeve në Shqipëri numëron gati gjysmën e votave, mbi 55% të tyre fitoi partia e Edi Ramës, rreth 34% PD-ja e Berishës. Kështu socialistët kanë deri tani 83 mandate, ku rezultatin më të mire kanë në Tiranë, Fier, Durrës dhe Elbasan. Dështimet për konstituimin e kuvendit tashmë janë bërë dyshifrore, gjërsa një proces i tillë nuk arriti të kryej me procedura që nisi, tani është e nevojshme edhe ndërhyrja e shefës së shtetit. Prandaj presidentja Vjosa Osmani u ka dërguar ftesë partive, ku 3 prej tyre vetëse e konfirmuan pjesëmarrjen. Ditës për seancën konstituive të legjislaturës 9 janë bërë gati një muaj prej kur nesën përpjekjet. Me të dështuar seanca e parë me 15 prill, presidentja Vjosa Osmani përmes një letre u bëri të ditur kryesuesve përgjithësitë që kanë para ligjit. E këtë hënje ditë para tentativës së 15 shefja e shtetit u përfshi sërish në këtë proces. Osmani ftoi në takim krerët e partive politike në vend. Presidentja Osmani do të fillojë një seri konsultimesh rreth çështjes së konstituimit të kuvendit nga data 15 maj. Ftesa tashmë janë dërguar për takimet e para dhe po presim konfirmimet. Pakur pas dorëzimit të ftesës, Osmanit pozitivisht i është përgjigjur kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Më vjen mirë që ashtu siç ka propozuar Partia Demokratike e Kosovës, po ndërmerren hapa institucionale që shpresojmë se mund të ndihmues për të dalë nga kriza politike dhe për të hapur rrugën drejt krijimit të institucioneve të reja. Kryetari Krasniqi do të marrë pjesë në takim me shpresë që të gjitha partitë të marrin pjesë me konstruktivitet dhe duke vendosur interesat e qytetarëve në radhë të parë. Po presidentës si tha dhe kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Gjiku, EA i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, Instituti Demokratik i Kosovës u ka bërë thirrje kryetarëve të partive politike që të jenë pjesë e këtij takimi. Në këtë fazë kritike kur vendi ndodhet në një ngërç institucional që po minon funksionimin demokratik, inkurajojmë të gjitha partitë politike të marrin pjesë në këtë takim, në mënyrë që ai të shërbejë si një mundësi për të nxitur dialogun politik ndërpartijak, si domosdoshmëri për tejkalimin e situatës aktuale. E nga lëvizja vetëvendosje nuk kanë bërë të ditur nëse do të marrin pjesë në takimin e thirrur nga presidentja Osmani. Pikërisht për zhvillimet brenda kuvendit gjatë përpjekjeve për konstituim, dikush ju drejtua sot kushtetueses. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po kërkon nga ky institucion vlerësimin e propozimit për formimin e komisionit për votim të fshehtë. Që nga tentimi 9 provuan të ndërrojnë mënyrën e votimit. Prej një majit, lëvizja vetëvendosje tentoi 6 herë që propozimi i tyre për krye parlamentare të votohet fshehtë. Por kjo refuzua çdo herë nga partitë e opozitës së deridjeshme që cilësuan këtë veprim si jo kushtetues. E të hënën kjo dërgua si lëndë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese nga 11 ligjvënës të PDK, DDK e AAK.
Raporti është hartuar nga ekspertë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ne kërkuam nga gjykata kushtetuese që kjo të trajtohet me prioritet. Duke konsideruar që është shkelje ligjore, po mendojmë që po zhvlefsohet edhe vlera e Kuvendit të Kosovës duke mbajtur seanca plenare çdo 48 orë dhe seancat të cilët i konsiderojmë që po shkelet kushtetuta e Republikës së Kosovës. Përfaqësuesi atyre, deputetja Time Kadria i njoftoi se kërkoi nga instanca më e lartë gjyqësore që t'i ndalojë seancat përkohësisht. I lutem akteret që ta trajtojnë me prioritet ndoshta edhe me një pezullim të përkohshëm, me një mos të përkohshëm për ndalim të mbajtjes së seancave derisa gjykata me prioritet ta trajtojë këtë lëndë dhe ta merr një vendim. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje po insiston në votim të fshehtë dhe në emrin e Albulena Haxhiut si propozim për krye parlamentare. Të dielën ishte dështimi 14 për konstituimin e institucionit legjislativ, teksa tentativa e 15 u caktua për të martën në mëngjes. E një parti tjetër i është drejtuar zyrës rregullatorit të energjisë aty. Nënkryetaria e LDK-s Hikmete Bajrami tha se u kërkua anulimi i vendimit për shtrejtimin e energjisë elektrike prej 16.1%, gjithashtu edhe atë që i obligon bizneset të dalin në treg të lirë. Me nënshkrimet që i mblodhen të premtën e kaluar, shkuan në zyrat e zyrës rregullatorit të energjisë. Aty deputetja e LDK-s Hikmete Bajrami e shoqëruar nga bashkëpartiaku Visar Azemi u prit në takim nga bordi i ZRE-s. Kërkesa për ta ishte e qartë, anulimi i vendimit për rritjen e çmimit të rrymës dhe asaj për largimin e rreth 1300 bizneseve nga tregu i rregulluar i energjisë elektrike. Mirë po, diskutimi i tyre rreth një orësh nuk përfundoi me optimizëm për këtë subjekt politik. Kishte plot arsyetime, mirë po nuk është që morëm përgjigje pozitive për shqyrtimin dhe trajtimin e kërkesës. Sipas tyre, një vendim të tillë mund ta shtyjë vetëm qeveria, në këtë rast e Republikës së Kosovës, kushdo që është duke ushtruar detyren e qeverisë dhe të ministrave, sepse bëhet fjalë për rreth 50 milion euro, domethënë diferencë në çmime të cilat duhet të vinë nga subvencionimi i buxhetit të shtetit, përndryshe këta detyrohen që vendimin ta lënë në fuqi. Sipas tyre, nëse ekzekutivi në detyrë nuk ndërhyn, do përballemi me valë të re të inflacionit në vend. Ka me qene pa përballueshme. Imagjinoni rrjetet e marketeve dhe rrjetet e tjera, qoftë edhe ato të cilat nuk janë prodhuese. Ata nuk kanë me bart koston e energjisë për vete. Ata do e reflektojnë qysh të nesërmen në ngritjen e çmimeve të produkteve. Dhe na duhet me pa, institucionet e Republikës së Kosovës duhet me pa këtë. Por në takim, siç pretendojnë këta, ju tha se qeveria në detyrë refuzoi këtë kërkesë për subvencionim. Në këtë takim në u thatë që qeveria e Kosovës e ka refuzuar një kërkesë të zyrës rregullatorit të energjisë, pra nuk ka dash të bëj asnjë subvencionim për ngritjen e këtyre çmimeve elektrike, të cilat do të dalin në tregun e lirë të energjisë. Prandaj ne do të kërkojmë gjithashtu nga qeveria në detyrë, nga ata të cilët mbajnë postet, që të reflektojnë për shkak se ky dëm që po i shkaktohet bizneseve do të ketë efekt zinxhiror deri te konsumatori i fundit. Nga 1 qershori, faturat e energjisë elektrike do jenë për 16 presjen 1% më të shtrenjta për qytetarët e Republikës. Shqetësim lidhur me vendimin e ZRE-s që detyron bizneset me mbi 50 punëtor të furnizohen nga tregu i hapur i energjisë, ka shprehur edhe Aleanca Kosovare e Bizneseve. Kryetari Agim Shahini tha se janë kundër detyrimit të kompanive që të furnizohen nga tregu i hapur i energjisë deri 5 fish më shtrenjtë se sa nga keku. Problemi thelbësor i kësaj çështje është vendimi i ZRE-s që do të sjellë pasoja. Rritja e çmimit të energjisë elektrike 16.1% është një pjesëmarrje dhe një rritje e madhe. Detyrimi i kompanive mbi 50 punëtor dhe mbi 10 milion euro qarkullim vjetor që të furnizohen nga tregu i hapur i energjisë elektrike, ky çmim do të jetë 3 deri 5 herë më shtrejt se sa që këta biznese mund të blejnë nga keku, ose 2 herë më shtrejt se sa është
çmimi aktual nga KESCO. E në korporatën energjetike të Kosovës është avancuar në pozitë vëllai kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Ndonë se në sqarimin e tyre nga Kekus thanë se avancimi ndodhi në vitin 2020, kjo vërteton se zhvillimi ndodhi në kohën që Kurti ishte në krye të ekzekutivit. Unë besoj që vëllezërit janë për të shtëpia. Sa herë që fliste për familjen, theksonte faktin që familjarët e tij i ka vetëm për shtëpi. Kalu koha kur dikush bëhet kryeministër me vllazni. Madje jepte edhe opsione tjera. Visi është për dosmë. Për gazment privat. S'ka dosma në për ministria. Por me kalimin e viteve, ndryshuan edhe rrethonat. Së fundmi u bë publike që Taulan Kurti, vëllai kryeministrit në detyrë, u avancua në pozitë në korporatën energjetike të Kosovës. Gazetari që vurin e pak këtë çështje tregon funksionin e drejtorisë ku punon aktualisht Kurti. Prej disa muajve ka kaluar në drejtorinë e operimeve brenda korporatës energjetike të Kosovës. Ajo drejtori, që e din të gjithë që ose merren me Kekun, ose kanë lidhje çfarë do drejtimi me Kekun, është drejtoria e cila merret me shitjen kryesisht të energjisë elektrike, mirë po edhe me blerjen, sepse kohët e fundit Keku edhe ka ble rrym kur nuk ka mundur të plotësojë nevojat për shkak të rënies së blloqeve. Në lidhje me këto pretendime të gazetarit Mehmetaj, i menjëhershëm ishte reagimi Kekut. Përmes një komunikati këta kanë treguar se Taulan Kurti është i punësuar në Kek qysh nga viti 2007, ndërsa ndryshimi i pozitës është bërë tek në vitin 2020. Nga viti 2007 deri në vitin 2013 ai ka punuar në Departamentin për trajnimin profesional të personelit. Më pas nga viti 2013 deri në vitin 2020 ka ushtruar detyrën e specialistit financiar për projekte, ndërsa nga data 01/04/2020 është në pozitën aktuale si specialist për çështje ekonomike në kuadër të drejtorisë së operimeve. Kek thekson me përgjegjësi të plotë se asnjë nga këto pozita nuk kanë qenë dhe nuk është ndërlidhur me tregtimin e energjisë elektrike dhe përjedhoi çdo përpjekje për të implikuar zotrin Taulan Kurti në çështje që bien jashtë fushës së tij të punës është jo vetëm e pavërtet, por edhe me tendencë për diskreditim personal dhe profesional. Por ky demand vetëse ka konfirmuar pretendimin e tij sipas Liri Mehmetajt, pas edhe në vitin 2020 Albin Kurti ishte në krye të qeverisë së Kosovës. Në fakt ata s'kan demantuar asgjë, thjesht e kanë konfirmuar faktin që Taulan Kurti punon në drejtorinë e operimeve, po ata normalisht po thonë që ai meriton atë vend punës sepse është i përgatitur, është i kualifikuar. Garant është i kualifikuar, garant edhe ai do të jetë vëllavi i tij Albin Kurti. Mehmetaj thot se lëvizja vetëvendosje ka bërim të financave pikërisht sektorin e energjisë elektrike, duke u bazuar edhe në aferat e Martin Berishajt e Nagib Krasniqit. Prej çfarë do të kemi shtesë prodhimtarisë të energjisë prej 600 gigawatt orë. Ambasadorët e vendeve të Kuintit të hënën kanë takuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Fillimisht u raportua se arsyeja e këtij takimi mund të jetë ngërçi politik që po përcjell vendin, por ambasadorët e Francës, AIB-s, i Britanisë së Madhe dhe i Gjermanisë janë larguar nga hapësirat e qeverisë dhe nuk kanë pranuar të flasin për media. Më vonë zyra e kryeministrit doli me njoftim për këtë takim në të cilin Kurti shoqërohej nga Besnik Bislimi. Temë qendrore e takimit ishte procesi i antarësimit të Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës. Kryeministri rikujtoi se Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe raportuesja për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës tashmë kanë konfirmuar se Kosova i plotson kriteret ligjore dhe institucionale për të qenë pjesë e kësaj organizate të rëndësishme ndërkombëtare, thuhet në njoftim. Por ndryshe nga ZKM, ambasadori britanik në Kosovë Jonathan Hargreaves njoftoi gjatë këtij takimi se është diskutuar edhe për formimin e qeverisë së re. Sot është shënuar 27 vjetori i rënies së herojit Agron Rahmani, i cili është përkujtuar nga familjarët që thanë se mbetet detyrë për ta ruajtur kontributin që luftëtarët dhanë për vendin. Te Varreza qëndruan edhe lider të shtetit që lartësuan atë që bëri Rahmani me shok. Çdo 12 maj mërzia dhimbja ushtohet. Familjarët e dëshmorit Agron Rahmani këtë hënë javën e nesër në përkujtim të vëllait e djalit që serbët ja vranë,
Pran familjarëve e miqve të Varrit erdhi edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti e ministri mbrojtjes në detyrë Eyüp Maqedonci. Të dy u porulën në shenjë nderimi. Pas homazheve Kurti kujtoi ish luftarin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës Agron Rahmanin. Agron Rahmani ka pasur edhe të njëjtën moshë me Bari Fazliun, por në vitet 80-90 që të dy po ashtu për disa muaj kanë qenë gjithashtu në burg në kohën e demonstratave të atëhershme dhe më pastaj janë organizuar bashkaresht pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe me dallim prej 5 ditësh bien heroikisht në përballje me forcat armike. Homazhe pranë Varrit bën edhe shokët e luftës. Vëllai i Rahmanit, Tafil Rahmani, foli për përgjegjësinë që mbajnë në supe. Për neve mbetet detyra që ta ruajmë atë që ata e kanë arritë dhe ta përcjellim në breza si një mesazh që atë dhe duhet dash e punua për çdo ditë më shumë për ta. Dhe po ashtu duhet dhënë gjithçka prej vetes për ta ruajt këtë diçë që kemi mërrit sot. Kujtimet për Rahmanin i kanë të freskëta edhe shokët. Dhe sa herë i përkujtojmë dëshmorët, është ditë shumë emocionuese. Aq më tepër kur i kujtojmë këtë figurë këtu. Kjo është njëra nga figurat më të mëdha revolucionare shqiptare që ka lindë në ndër shqiptare ndonjëherë. Ai kujtoi edhe aksionet e përbashkëta që i realizuan atëku. Agron Rahmani ka qenë njëri ndër ata i cili ka themeluar dhe ka qenë komandant i parë i njësive guerile që është kujt atëherë e më vonë njësive për qytet. Agron Rahmani u vra gjatë një aksioni kundër policisë serbe mëngjesin e 12 maj të vitit 1998 në lagjen e muhaxherëve në Prishtinë. Kryetari i Partisë Socialiste në Shqipëri Edi Rama, pak orë pas përfundimit të procesit zgjedhor, ka bërë të ditur se ka pranuar një telefonat nga ish-presidenti Hashim Thaçi. Ndonse rezultatet për zgjedhjet përfundimtare nuk dihen ende, Rama në Facebook tha se pranoi një telefonat prekse nga vëllai Hashim Thaçi. Telefonata e vëllaut tim, Hashim, ishte 8 prekse dhe komandanti ishte në formën e vet më të mirë, shkroi Rama. Kryetarja dhomave të specializuara të gjykatës Ekaterina Trëndafilova të hënën ka mbërritur në Kosovë për një vizitë treditore. Të martën, Trëndafilova do të takohet me gazetarët, por pa pranin e kamerave. Pikërisht për këtë vizitë, policia ka njoftuar se nga e hëna deri të mërkurën do të ketë mbyllje të përkohshme në intervale të shkurtra kohore. Për të mundësuar qartkullim të lirë sipas itinerarit të lëvizjes si dhe zhvillimin e aktiviteteve apo takimeve të personaliteteve sipas agjendës, policia e Kosovës do të bëjë ndërprerje të përkohshme të qartkullimit të trafikut në intervale të shkurtra kohore të disa segmenteve rrugore, thuhet në njoftim. Krahas kësaj vizite kanë reaguar organizatat e dala nga lufta. Të njëjtat po konsiderojnë si fyrje ndaj atyre që kontribuan për liri. Vizita e paralajmëruar e kryetarës së trupit gjykues të gjykatës speciale e zonjës Trëndafilova në Kosovë është jo vetëm e papranueshme, por edhe një fyerje e rëndë ndaj të gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë e këtij vendi. Një ngjarje tronditse ka ndodhur pas ditën e së dielës në zonën malore mes fshatrave Lubish dhe Skorrobish të Prizrenit. Atje një i ri ka humbur jetën në rrethana tronditëse. Të shtatë mëson se tashmë viktima ishte emër i njohur për organet e rendit pasi më herët kishte pasur disa lëndë të hapura. Ditën e diel kishte për qëllim që ta blente një armë zjarri. Për të siguruar atë, Anton Tunaj nga Prizreni kontaktoi me S.J e D.B. Kështu këtë atyrim fillimisht u morën vesh për çmimin, por para se të ndodhte pazari, caktuan një lokacion për ta testuar. Palët e kishin lënë të takoheshin në këtë zonë malore në mes të fshatit Lubisht e Skorrobish të Prizrenit për ta testuar armën të cilën viktima synonte ta blente. Por e gjithë kjo ngjarje që filloi në kushte normale përfundoi tragjikisht. Viktima posa ka marrë armën në dorë, e ka provuar 3 herë
në drejtim tokës dhe pastaj ka goditur veten me armë zjarri. Ai bëri të ditur se për këtë rast janë arrestuar 3 persona. Dhe pas intervistimit dhe pas ekzaminimit të ngjarjes me prokurori trupi pa jetër dërguar në institutin e mjekësisë ligjore, ndërsa 2 të dëshuarit të lartë përmender, por edhe një i dëshuar që më vonë është evaluar gjatë intervistës, pasi intervistuar këta, një i mitur, të tretë janë ndaluar për 48 orë dhe i treti i mitur për 24 orë. Të shtatë meson se tashme viktima ishte emri i njohur për organet e rendit, pasi më herët kishte pasur disa lëndë të hapura. E në Suareg vite më parë, një djalë i ri vdiq për shkak të rrymës. Pikërisht një shtyllë elektrike ishte arsyeja që edhe tash në fshatin Savrov, familjes Rudaj ju doq shtëpia për çka u shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale. Përpjekjet për ta shuar zjarrin po i vazhdojnë edhe pas gati 6 orësh. Familja Rudaj nga fshati Savrovi Suharekës me këtë situatë, po përballet që nga mëngjesi i hershëm i së hënës. Nga flaket të cilat përfshin vendin ku ruhen ushqimet apo siç njihet si shpajz, nuk u lëndua asnjë person. Por krye familjarja Nafie Rudaj bëri të ditur se ky zjarr erdhi nga kjo shtyllë elektrike ku përpasoi u dogj kulmi e një pjesë shtëpisë. Ata u qunë herë shka u bon, tash o qohi se u kallëm, se shupa u kallë, edhe kena stryp shkallëve të poshtë kena arës, kena pas shka me ba, pa uj, pa struj, nuk ditë shumë kam ja maj. Për të cakt e di pare që i kum pas 8500, nuk muj me rrajt me shtu ma shumë, se që ato i kum pas. Që kena shparit, ama do katë kum pas shumë para 35 vjetë u kanë zingjiri 2 metra. Ajo tregoi se për këtë shtyllë elektrike janë ankuar disa herë, por që nuk është marrë parasysh nga askush. Para 12 vjetë, 2012, djalin 15 vjeçar ma ka mytë rryma, s'kam dhënë kur far përgjigje. Me të pranuar informatën, në terren dolën edhe ekipet e zjarrfekësve për ta lokalizuar zjarrin. Po, gjitha kanë shku me kohë, gjitha ka shku ashtu si duhet. Intervenimi automjeti i parë, jo është automjeti sulmus, ka arrit në vend në zjarrit me konstatimet e udhëheqësit ndërimit që në zjarrin. Për masat më ka kërku ndihmë dhe kamioni dytë. Kamioni dytë ka arrit me kohë. Në vendin e ngjarjes u pa edhe policia e Kosovës që treguan se dëmi shkaktuar nga djegja është goxha i madh. Më është djegur një pjesë me kulmi shtëpisë dhe një pjesë një aneks veçantë i shtëpisë, por fatmirësisht nuk ka pas të lënduar. Sa për ka vlerës së dëmit, vlerën të cilët e theksuat, është fjala për vlerën si raporton pronari i shtëpisë vlera parave dhe arit. Të shtatë ka kërkuar një përgjigje edhe nga KEDS për të konfirmuar nëse shkaktari ishte energjia elektrike apo jo, por nga kjo korporat ishin shumë të rezervuar. KEDS është në dieni për rastin në fjalë, së shpejti ekipi profesional i KEDS-it do të dalë në vend për të verifikuar rastin në fjalë, varësisht nga të gjeturat do të përpilojë edhe një raport përfundimtar. Rasti edhe me tutje është duke u hetuar. Mbi 2 milion euro pasuri janë sekuestruar gjatë hetimeve në rastin Mati në ndyshimet për shpërlarje parash. Kështu ka njoftuar prokuroria speciale, i cila ka thënë se kjo pasuri shtesë është identifikuar gjatë hetimeve në bashkëveprim edhe mbikëqyrje të ngushtë me prokurorin e Lëndës. Në komunikat theksohet se janë sekuestruar 20 njësi banesore, 2 lokale afariste, 17 vend parkingje si dhe 6 depo. Rasti është në hetime në drejtim të veprës penale, shpërlarja e paras. Këto dhe ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të Lajmeve Fokus. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshim.